Ama lani vetën dhe familjen e juaj në amanet Allahit. Mos e baj gale familjen tënde. Mos e baj gale. Ti veç kry përgjegjësitë ndaj familjes. Jo, lej ati amanet. Ti mundesh me dështu, ai nuk dështon. Nëse ti mu ma lën në përgjithësi diçka më jep mundi diçka me rujt. Thu të komlon amanet kum besu. Unë jam i kujdesshëm amanetin tan me rujt, që ti mos më zhgënjy prej meje. Po me bo mjalon Allahu xhaleshanu, ama mjalon me yakin. Amanet të nesërmën tane. Familjen, fëmijën kanë do. S'po tutesh, e çove djalin, ata këto çat. Për çka më tut? Për çka më tut? Për çka? Po sjeti nga çka lidhje? Po s'është në dorën tame. Unë e kom lënë dorë që tërkuj. Si ta ka shkruaj, mi ndodh diçka wallahi l'adhim kush së në nalë. Ama duhet bindje, nuk kanë veç lavë goje kja. Nuk jo palavër kja e kafeve. Kjo duhet bindje. Ku t'ja lënë Zotit Azza wa Jall, kera me fjetë, ke lënë amanet, pasunin, familjen, çdo sen, pasani na flesh lirë, të zëgjumi. Dhe pelon amanet me fjalë tani gjithë natën rrim mendon, ja,